Veç pse s'po dëm, s'do thotë që s'ka problem. Sot në Advanced Dental Center do të flasim për rëndësinë e vizitave të rregullta te stomatologu. Konkretisht do të flasim për rëndësinë e vlerësimit të kopashkoshëm dhe të rregullt të mbushjeve të dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme që vlerësimi i mbushjeve të bëhet në intervale të rregullta, sepse shpesh herë ndodhin komplikime ose çrregullime me gjendjen e mbushjeve me kalimin e kohës. Me vizita të rregullta mund të arrihet detektimi i hershëm i kariesit dhe ndërhyrja me kohë për të parandaluar fillimin edhe komplikimin e tij. Kalimin e kohës, mbushjet dentare mund të dëmtohen si pasojë e funksionit, domethënë mund të harxhohen si pasojë e fërkimit, mund të ndodhin qarje apo thyerje të tyre dhe mund të ndodhë ndonjë prishje dytësore e cila mund ta kompromitojë strukturën e dhëmbit. Prandaj është me rëndësi që të bëhet vlerësimi i kopashkoshëm i tyre për të parandaluar këto çështje. Mbushjet vendosen për të restauruar dhëmbët, mirë po qarjet dhe tkurrjet që mund të ndodhin me mbushje mundësojnë depërtimin e baktereve, cilat pastaj shkaktojnë karjes sekondar. Ky karjes i pavrejtur mund të depërtojë thellë dhe ta kompromitojë dhe ta cenojë strukturën e kanalit të rënjes dhe pastaj të kërkojë ndërhyrje shtesë, cilat janë më të kushtueshme dhe më të komplikuara si për mjekun ashtu edhe për pacientin. Vlerësimi i kopashkoshëm i gjendjes së okluzionit apo kafshimit na mundson edhe detektimin e parafunksioneve apo funksioneve të çrregullta, siç janë shtrëngimi i dhëmbëve apo bruksizmi dhe çrregullimet e nyjes së nofullës apo nyjes temporomandibullare. Mbushjet cilat janë të vjetra dhe cilat shfaqin shenja të tkurrjes mund të kenë ndryshime edhe të dukjes, pra çrregullim të estetikës, sepse kemi depozitime të pigmenteve rreth vijave të qarjes apo të tkurrjes së mbushjes. Prandaj vlerësimi i kopashkoshëm i tyre jo vetëm që përmirëson shëndetin e dhëmbit, por edhe na mundson rikrijimin apo rikthimin e estetikës. Mirëmbajtja proaktive e dhëmbëve i mundson pacientit që të reduktojë koston financiare dhe i mundson atij që të shpenzojë më pak kohë në karrigën e mjekut dhe gjithashtu ja lehtëson mjekut trajtimin e tij duke shmangur ndërhyrje më të komplikuara dentare. Qëllimi ynë në Advanced Dental Center është mirëmbajtja e integritetit të dhëmbëve, shmangja e kariesit dhe infeksionit apo komplikimeve të tjera që kanë të bëjnë me dhëmbët dhe kursimi i kohës si për pacientin edhe për ne duke përfshirë këtu edhe reduktimin e kostos.